Si të duket Gens? Cili e komenti? Dëgjoj me vëmendje, çfarë thot Gens për Lukaj për këngën e Dona Mallaloshit? Realisht unë ma kanë dërgu disa njerëz, po kom refuzu me komentu, sepse nuk mendoj që është relevante si informata, si diskutim për procesin që ndodhemi. Edhe unë jem shumë kundër që disa këngë shpirtërore të shqiptarëve që jenë, që trajtojnë edhe vepra heroike nga koha në kohë, të personalizohen për qëllime politike, për mua është e papranueshme, ndaj si e tillë, nuk isha humbur shumë kohë në diskutimin për një këngë që është kryekput pushatës politike. Të dalim nga kjo studio pa madhe një këngë. Se e dorën, besoj të jeni në rrethana të tjera. Tani është... Prej simpatia me Memlin, besoj ju ka rënë edhe ju të punoni në për studio të ndryshme. Dëgjoj, unë me gjithë kolegët kom pas një raport të mirë, ka raste kur disa gjëra mendohen paraprakisht edhe dalin sakta, ka djerë të kapa euforia momente, sidomos se dona tani është edhe ngarë politike dhe mund të ketë rënë si prej euforisë. Nuk, unë vetë kom qenë muzikant, por nuk kom bë gjërat të tilla, sepse muzika e kom ditë ku e ka vendin dhe politika e kom ditë që është një sferë kaj tjetër. Dëgjoj, kjo për mua, do të thonë është e ka dhe një lloj sentimente tjetër, sepse unë jam edhe studiues i historisë, që nuk e kam vetëm pasion Arben, po e kam edhe titullin e fundit akademik. Po, tani në pranverëve që mbrojt doktoraturën në histori, dhe e kam një sentiment këtë tjetër, kur dikush, do të thënë, tjetërsohet në një vepër artistike që e përmban, do të thënë, ose trajton një farloj veprimtarie kombëtarëve të njerëzve që ndoshta 100 e kusur vjet që jetojnë më. Çka deshta më thonë më plasu pak disa gjëra që kolegët i thanë, por janë edhe të vlefshme për publikun. Realisht programi që Partia Demokratike e Kosovës ka mbulon çdo sektor të mundshëm të politikës, të shoqërisë dhe të shtetit. Këtu kemi edhe disa masa tjera, për shembull nuk u përmend që një prej premtimeve të Zotit Hamza është edhe shfuqizimi i tatimit të mbi pronën që duhet të vijë nëse nuk gabojnë pranverë në vitin 2026 që prodhon të na lë pa asnjë tatim Zoti Hamza. Jo, po kjo prodhon efekt zinxhiror pastaj sepse shtrejtohen çmimet edhe mëtej. Shkaku që në momentin që ndonjë biznes i shtrejtohet tatimi mbi pronën në një masë të frikshme që e konsiderojmë që është të frikshme, atë normalisht çdo lloj produkte që ofrohet me mekanizmave të tilla apo ndërmarrjeve të tilla manifestohet në rritje të çmimit. Kështu që mendohet se në pranverë mund të kemi edhe një rritje të konsiderueshme të çmimeve nëse vazhdon ky kurs i drejtimit të shtetit. Veç kësaj, prej masave tjera që mendoj që janë të dobishme ta di publiku është edhe